Në 30 prill në GKKO do të nisë dëgjimi i dëshmitarëve në dosjen Partizani, kundër të tjerë janë thëritur kryeministri Edi Rama dhe kreu i grupit parlamentar socialist Auland Balla. I pyetur mbi këtë zhvillim, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha i akuzuar nga SPAK thekson se do të jetë në sallë për përballje. Shqiptarët e presin me padurim një konfrontim në sallën e gjykatës midis meje dhe kryehajdutit. Mes Auland Ballës dhe Ramës, i thirrur nga prokuroria për të dëshmuar, Berisha preferon që të ketë përballë kreun e qeverisë. Unë mirëpres shkoj bides, e pres, i them biletat, mos kërkoj seans pa media, të kërkoj mediat aty, kombëtare dhe nërkombëtare. Rama është kërkuar për të pyetur mbi ndryshimet e destinacionit në fuqat sportive dhe lejet e ndërtimit kur ishte kryetar bashkie. Berisha ka zbuluar edhe detaje mbi pyetjet që do të ketë. Në atë dosje, Edi Rama ka mbi 12 firma. SPAK akuzon Sali Berishën se si kryeministër ka favorizuar dhëndrin e tij Marber Maltezi për kthimin e tokës, por edhe për procedurat e privatizimit.